Përshëndetje gjithë dhe mirë se u rikthyet në sezonin e dytë të Future Home Podcast. Ky podcast ka si qëllim t'ju informoj mbi tregun imobiliar. Të gjithë ju që jeni duke kërkuar për të blerë pronë apo për qitur apo për të dhënë dhe për të marrë me qera, t'ju japi një informacion sa më të përgjithshëm për tregun imobiliar. Dhe në këtë sezon dytë ne na është bashkuar Enxhi Mansaku. Përshëndetje Enxhi dhe mirë se erdhe dhe shumë faleminderit që na e bashkuar në këtë udhtim tonen. Faleminderit, uroj shumë që t'japi informacione të vlefshme për publikun, për gjithë ato që duan të bashkohen tregut imobiliar, gjithë atyre që duan të investojnë dhe të marrin vershore si po shkojnë çmimet, si do jenë luhatjet këtë vit, a do jetë fluska e madhe apo jo që do flasi. Unë mendoj që do jetë një podcast që do vlej shumë dhe do japi informacione që. Jam i sigurt që po. Enxhi Mansaku është broker tek Future Home Durrës. Dhe nuk isha se si ta nisim ndryshe këtë sezon të ri. Dy agentët më të mirë nga Future Home dhe nga Centri 21 Albania. Alket Bogdani, përshëndetje dhe mirë se erdha. Faleminderit për ftesën dhe uroj që ky podcast që keni nisur të vazhdojë sa më mirë dhe të japë sa më shumë vlera tek ata që po na ndjekin. Agenti vitit i kompanisë Future Home Real Estate, urime Alket. Agenti parë urime Alket dhe gjithashtu Joni Muho, agenti parë i Centri 21 Albania. Urime. Faleminderit shumë për ftesën, është kënaqësi të jem këtu midis jush. Dhe uroj të bëjmë një podcast aq informues, po dhe të këndshëm për teleshikuesit. Shumë faleminderit, jam i sigurt që po. Nuk e di nëse ne do kthehemi edhe një herë tek fillimet. Me që mund ta nis Alket, nëse kthehesh edhe një herë tek fillimet e tua, si ka nisur rrugtimi? Sa e lehtë ose sa e vështirë ka qenë të bësh real estate para 6 viteve, le të themi? Po. Para 6 viteve. Në fillimet tona në fakt nuk ka qenë kaq e lehtë, por që dhe aq e vështirë nuk është se kanë qenë të tjerë para nesh që kanë pas akoma më të vështirë pjesën e fillimit në këtë industri. Unë besoj kam pas një ndihmë vërtet shumë të madhe, sidomos nga pjesa e influencës edhe pjesa e njohjeve që kam pasur, të cilat kam ditur t'i shfrytëzoj mirë dhe t'u marr atë më të mirë në moshë. Sa e ke kapur metrin katror para 6 vitesh në Tiranë? Varet për çfarë zone flasim, pastaj nëse flasim për zonën, unë kam nisur në zonën e qendrës, dhe në zonën e qendrës në 2020-ën shitej diku tek 1400 euro metri katror, ndërsa sot në të njëjtin pallat flasim për vlera që kapin 2800-3000 euro metri. Nuk e di Jon për ty si ka qenë fillimet e tua para 8 viteve apo jo? Po, unë kam filluar fiks para 8 vitesh. Fillimi ka qenë shumë i bukur. Unë vija nga një industri komplet tjetër, nga sistemi bankar. Dhe gjithmonë duke marrë me lekun, no? Po, absolutisht duke xhimu leku. Banka ishte në nivele pagesa jo të kënaqshme dhe unë kërkoja më tepër për çështje personale. Isha tip që nuk rria dot mbyllur dhe kjo ishte një arsye pse unë zgjodha këtë industri. Si që dhe Alketi në vitin 2019 Alketi, unë 2017, një 2-3 vite para, u futa në këtë industri dhe nuk e njihsha fare se si funksiononte. Ishte shumë interesante, thjesht nga një mesazh që më indoktrinoi një thënie shumë e bukur, bëu shefi vetes tënde, thash, gjeta paraj. Kjo është fjalia ideale për gjithë shqiptarët. Po vdesim ne jemi pak shefa. Ishte akoma më epike, thoshte bëu shefi vetes tënde, fito nga 2000 deri në 3000 euro në muaj, ndërkohë që atëherë flisin për paga 500-600 euro. Okej, thash që ka interesante dhe çova CV-n dhe kështu nisi marrëdhënia ime me industrinë dhe një kohë shumë të afërt. Pata shumë sukses. E gjeta veten në mënyrë perfekte dhe besoj që po jam i sigurt që është puna ime e fundit, pra profesioni im i fundit që unë po është absolutisht e sigurt. Sa kanë qenë çmimet kur e fillove ti? Çmimet kur e fillova unë vet banoj në pjesën e qendrës pas pjacës dhe çmimi në pallatin tim pak të nga pallatet e para që unë mësova vërtet sa vlente, se ne thonim jetojmë në qendër, çmimi është 1300 euro, në vitin që unë isha, unë kam shit 2 apartamente atë kohë. Ka qenë me 900 deri 950 euro çmimi blerjes. Domethënë çmimi i tregut i reklamuar ishte rreth 1000-1020 euro, pra për një shtëpi 120 metra, po themi diku te 125.000 euro, por që përfundimisht përfundoti 118, 117, 150. Domethënë flasim për ca vlera që sot janë aq të mendueshme brenda unazas për 1+1 mendoj. Dhe ky ka qenë, po themi, fillimi im dhe ka qenë fillim shumë i bukur.
që unë nuk do ta harroj dhe do ta kujtoj gjatë, se është një industri që realisht e dua Jo shumë. më kot pyeta që sa kanë qenë çmimet në fillimet tona gjithë kur e kemi nisur. Unë mbaj mend që gjëja më e vështirë që mund të bëj që të pranoj një agent imobiliar jo më klientët, po kur kemi vështirësi ne që e bëjmë këtë punë është të pranojmë këtë luftën e ndryshimit të çmimeve. Dhe unë shikoja kur e kam nis vetë të punë që hikshin rastet një pas një. Ne thoshim do shitet kjo, ajo jo vetëm që u shiste, po dilte për i shitje me çmim më të lartë. Dhe kjo ka qenë një luftë dhe faktikisht gjithë kush e kalon këtë luftë dhe kush i ka syt hapur dhe thotore prit se me të vërtet po bëhen zhvillime, po bëhen ndryshime, çmimet do rriten, duket sikur e ka suksesin më të garantuar. Sigur e ka më të lehtë të shesi. Çmimet unë nuk besoj se do ndalojnë ndonjëherë së rrituri. Ti na trëmbe tani ne këtu. Po tamam. Kjo është për të bërë realist. Çmimet nuk kanë për të ulur ndonjëherë. Ndoshta jo me ritmet e shpejta, se ka qenë një 5 vjeçar që realisht kishte frikë të bëje prezantime se merrshe një herë në telefon pronarin dhe thotë ai po pse u rrit çmimi dhe ti ishe jo ty. Ka qenë një periudhë në 2021, fundi 2021, që ka qenë e tmerrshme në fakt për qasjen që kanë pasur ndërtuesit, pronarët e shtëpiave apo dhe kleringët. Pasi në çdo javë hasnim 50 apo 100 euro për metër katror rritje. Dhe kjo rritje çdo javë. Dhe kjo rritje problemi është se kjo rritje na faturoi ne si agent, atu sigurisht ishim ne ato që vendosim rritjen apo uljen e çmimeve. Domethënë larg qoftë bie me kredi atëherë, ëh? Larg qoftë sepse nëse kredia 2 muaj do të rritej 200 euro në fund fare. Por që ka qenë realisht ka qenë shumë problem, por që nuk besoj se do jetë më në të tilla nivele. Është një stabilitet e vërtet. Është një stabilitet, por që është prap një rritje që është jo shumë e dukshme, por që vazhdon një rritje lehtë vazhdimisht. Po ta vini re domethënë nga një periudhë në një periudhë tjetër, nga instin tjetër kemi një ndryshim çmimesh për po them një maksimum rreth 100 euro për metër katror, sidomos për ndërtimet e reja që vazhdojnë, jo për ato që janë gjatë ekzistuese. Ose nëse mund ta themi ndryshe ka një logjik ndoshta në rritjen e çmimit. Për shembull ty mund të rritet çmimi në një ndërtim të ri që po bëhet ose në një zhvillim që po merr zona, apo nuk është që rritet si trend. Shiko, nuk mendoj që është çështje trendi, rritja e çmimeve. Mendoj që rritja e çmimeve vjen nga shumë faktorë, të jashtëm dhe të brendshëm, po të marrim një historik, të paktën po bëj do më jepni pak kohë një gjë të përshpejtuar, po themi në vitet 2000, pjesa e qendrës dhe pjesa e bllokut, pjesa e qendrës ka qenë me çmim $100 më tepër, atë kohë ka pasur me dollar, pra kanë qenë 600 me $500. Në pjesën e qendrës dhe pjesën e bllokut $500. Po ta shikosh ndër vite, është vendos pjesa duke ndodhe disa ndryshime nga pjesa e bashkisë, po themi me mbylljen e sherrës Skënderbej, u penalizu shumë pjesa e qendrës dhe ajo që folëm çfarë që ne i gjetëm çmim 1200 euro, në ato kohë në bllok kanë qenë nga 1800 deri në 2000 euro, ndërkohë që sot flasim nivele të tjera, me persekutimin e qendrës ju dha një vlerë Tiranës së re, pra që po themi u zhvillu pjesa e komunës së Parisit, u zhvillu pjesa e liçenit, para liçenit thatë, u zhvillu pjesa e zonës rreth bllokut, përveç se bllokut filloi dhe pellgu stadiumi Dinamo etj etj. Dhe ndërkohë po ta shikojmë po kthehet prapë vëmendja drejt qendrës. Pra, nëse ne e ndjekim këtë sinkron në 1 minutë 25 vjeçare, flasim për një treg që për një Tiranë me shumë pole sot, nëse herët kaloi pjesën e zhvillimit të bllokut, sot po rikthehet në identitet dhe po shkon çmimet të larta sot që ne dim konkretisht janë pjesën e sherrës Skënderbej, si çdo pjacë ndërkombëtare ka pasur rritje të madhe çmimi. Kjo çon që shumë çmimet rriten dhe në pjesat në zonat e treta apo të katërt të Tiranës, pasi pa mundësia për të bler nga një shtresë të caktuar në këto nivele çmimesh dhe zonash, teorikisht i çon ata të blejnë në zonën e Freskut, në zonën e Alidemit, në zonën e Pesmajt, në zonën e Astirit, dhe kjo pjesa duke pas një dyndje nga ky treg i pa afrueshëm dot pjesën e qendrës, sigurisht kërkesa shumë e lartë në atë zonë do sjellë drejt për drejt rritjen e çmimit atje. Pra kjo është një nga faktorët mendoj. Nëse do e lidhim me klientët, kush ka qenë, në fjalë, kush mund të pranohet më lehtë, rritja e çmimit në qendër apo në periferi? Asnjëherë nuk mund të japësh një çmim, një përgjigje fikse. Po flasim sepse rritja ka qenë këto dy zonat dhe
për të vazhduar pak edhe mendimin e Jonit, unë besoj se rritja sidomos në Tiranë ka ardhur shumë edhe nga zhvillimi i infrastrukturës. Hapja unazës madhe ka bërë që të rritet çmimi shumë ndjeshëm, sidomos se zona e 5 Majit apo zona e Paskuqanit. Dhe unë besoj se kjo ka ndikuar jashtëzakonisht shumë edhe në mendjen e njerëzve edhe në perceptimin e tyre kundrejt këtyre çmimeve. Nëse ne vjet flisim që nëse i thojë një klienti që kam një shtëpi në Paskuqan për shitje, direkt thoshte jo, lere, shikojmë diçka tjetër. Ndoshta se dinë fare ku i ndërsa tani duke parë dhe pjesën e afërsisë që ka apo të aksesit që të ofron me pjesën e qendrore të Tiranës, të gjithë janë të prirur për ta pranuar si zonë edhe për ta bler si apartament, si pronë. Tani po të marrin telefon thotë, "Ore, ke atë apartamentin?" Jo, shumë e vërtet, më ka ndodhur sidomos kohët e fundit, domethënë klient që ua kam referuar para disa kohëve për të blerë në zonën e Paskuqanit, tani janë kthyer mbrapsht edhe thon, "A ke akoma atë me atë çmim që ke pasur?" Dhe kur i thuat që sot jemi nivele 1000, 1100 apo 1200 euro metër katror, gjithë vazhdojnë të mbrapsen. Kjo punë do vazhdoj prapë për çdo lloj zone të re që zhvillon. Patjetër që po. Ajo që tha në fakt është shumë e bukur. Një klient im jam ka thënë që njerëzit thanë nuk nxefen apo të mërziten pse po rriten çmimet në qendër apo në blok apo te vilat te Rollën Gillci. Sa ajo edhe pritet pritet që të ndodhe kjo rritje çmimesh. Njerëzit thanë nxefen kur rriten çmimet në Astir, Frezk, Bryl, pak a shumë këto zona që përmend edhe ti, se i duket sikur është hequr një e drejtë që ata e kishin, se për shembull, Bryli, Alidemi kanë qenë më të përballueshme. Në momentin që këto rriten, i duket sikur kjo e drejt banimi është hequr. Sikur pa vështirëson jetën akoma. Hiqet një drejt banimi për atë zonë dhe krijohet një zonë tjetër për këto persona. Ata nuk duan të pranojnë për t'u larguar nga kjo pjesë. Dhe duke mos pranuar këtë largësi, atëherë vjen dhe ky problem. Secili mundohet për më mirë dhe me plotësisht drejt. Kupton, thotë pse duhet ikë unë Paskuqan për shkakun që Paskuqani tani për 7 minuta janë qendër, po pse duhet ikë unë aq larg ku mund të jetojë te shkolla baleti. Shkolla baleti mund gjej me 900 euro metri sot. Po këta janë njerëz që nuk e kanë menduar asnjëherë blerjen e një prone në qendër. Dhe domethënë ata nuk kanë qenë asnjëherë, kanë menduar gjithmonë një periferi dhe kanë qenë përqendruar tek ajo periferi për të mbledhur lekë dhe për të blerë një pronë tek ajo zonë. Në momentin që ata kanë arritur të jenë gati për të blerë një pronë në atë zonë, u rritën çmimet, tani gjenden pa përgatitur dhe normalisht që do mërziten, gjithë secili do. Dhe ishte një këndvështrim dhe shumë gjë e bukur. Ajo që më vjen mend edhe për pjesën që po flasim tani ndarjen e zonave, unë mendoj që është një punë shumë e mirë e bërë dhe nga kompanitë imobiliare në dhënien zhvillim ose nxjerrjen në pa të benefiteve që ka ajo zonë. Për shembull, nëse ne marrim trajtojmë disa rezidenca, në fjalë mund të flas me kompetens për qytetin e Durrësit dhe prandaj ndihem pak shukur zgjedh të flas për Tiranën. Po realisht kur ti flet në Paskuqan, unë shoh tani shumë agjentë që zgjedhin të investohen aty, të nxjerrin në pa benefitet që ka të jetosh aty, ta normalizosh dhe të japësh shpjegimin gjithë klientëve me radhë. Kjo ka ndodhur në University, kjo ka ndodhur në Astir ose zona të tjera që ju i dini më mirë se unë. Si e shikon ju gjithë këtë punën tonë, vlerësohet gjithë kjo puna e imobiliarëve që bëhet? Shiko. Është me të vërtet një punë e mirë dhe për tu përmendur, ë? Shiko, sot ne jemi me qindra, ndoshta edhe me mira. Me mira, e vërtet. Paktën 3000 janë. Tregu çdo vit që vjen dhe bëhet më profesional. Besoj që brenda vitit 2030 agjentët shqiptar do jenë identik si agjentët në Europë, shumë profesional në të gjithë aspektin, sepse çdo fushë re në Shqipëri një 10 vite do derisa të kolaudohet, testohet nga të gjithë njerëzit, derisa gjejmë veten duke gjetë veten profesionist të vërtet. Sa për çështjen e tregut, sa për pjesën e Paskuqanit, un kam një 2 vite që me miqtë e mi i sugjeroj shumë të blenë, ne jemi lindë rritur në Tiranë edhe Paskuqanin ata e zhvlerësojnë. Duhet marrë konsiderat që neve e shohim si biznes dhe ne e njohim dhe e ndjekim. Miqtë tanë, familjarët tanë, klientë nuk e njohin tregun si ne, dhe duke mos e njohur si ne, teorikisht drejtojnë gishtin nga ne sikur ne influencojmë në rritjen e çmimit. Duhet marrë parasysh që për ne sa më lirë të jetë shitja çmimi për metër katror, aq më lehtë bëhet shitja. Ne nuk do fitojmë, po themi kot X euro, po do fitojmë X pjesëtim për ose X minus 10% ose 5% sa lëviz. Unë vetë dhe ju besoj do donim shumë nëse ne bënim 5 shitje më shumë me çmim 300 euro për metër më të lirë dhe përfitonin shumë më shumë se sa bëjmë një shitje të vështirë. Pra teorikisht gishti nuk duhet vënte ne. Pasoja rritjeve të çmimit vjen për shumë arsye që ndoshta do më falni, do diskutojmë edhe një pak më vonë. Unë do të thërë, pjesën e Paskuqanit ka disa faktore që nuk i ka thujsa asnjë zonë tjetër në pjesën e Tiranës. Ka një afërsi gati
rreth 1.2 kilometër me shesin Skënderbej. Me atë që tha Alketi që parë me zhvillimin e Unazës madhe është bë faciliteti, mund të shkosh qoftë nga Tegu, qoftë në dalje Tiranës nga ana autostradës, qoftë në daljen në drejtim Elbasanit në një harkor rreth 7 deri në 10 minuta në varësi të orës së ditës dhe trafikut. Një nga ndryshimet me sa unë kam informacion, pjesa e pasuqanit do futet në Bashkinë e Tiranës, që teorikisht dhe në çmimin e referencës do ketë një rritje goxha të lartë. Përveç këtyre, nuk po themi vetëm zona e pasuqanit, komplet rrethinat e Tiranës, duke marrë konsiderat zhvillimet e komplekseve multifunksionale, ku përfshihen që dhe njësitë e shërbimit, supermarketet, treg fruta perimet, dentisti, farmacisti, restoranti, lokali, hapësirat e gjelbra për fëmijët, na mundsojmë gjithë një jetë më cilësore. Mos harrojmë që gjithë punojmë fort për të rritë fëmijët tanë dhe koha ngelet shumë e limituar kur ne shkojmë në shtëpi për t'i zhvendosur ata nga një zonë ku banojmë në drejtim një zone tjetër ku trafiku në Tiranë është pak hapshëm. Në këto janë disa arsye pse njerëzit po e pranojnë distancimin nga pjesa e qendrës. Është shumë e bukur sepse tani jemi edhe koshient që janë duke u ndërtuar disa komplekse të cilat përfshin dhe qendra tregtare brenda tyre, çka e bën shumë më të lehtë. Zhvillojnë komunitete. Pikërisht, kjo është një nga arsye shumë e rëndësishme që njerëzit duhet ta shikojnë momentin që blenë një provë. Është shumë facilitet për ne nëse ne ikim në shtëpi në ora 4, 5, 6, që ne atë pazarin mos hyjmë makinës. Ikim naturar. Kemi vite që s'po e shohim. Kur themi ne, them dhe për njerëzit që na dëgjojnë që punojnë nëpër punë zyrtare që mbarojnë në ora 4 apo në ora 5, jemi të lodhur dhe nuk është pamundësi për dal thash për të zhvendosur 30-40 minuta makinë dhe zhvillimi i një qendre tregtare aty është mirë si për qendrën tregtare që xha e ka një brum njerëzish sipër që janë klientë përditshëm, po dhe për ne na lehtëson punë. Dhe këto janë faktorë që do zhvillohet shumë dhe pjesa e zonave rrethinave të Tiranës që jep mundësinë njerëzve në këtë ditë të rënduar dhe monotone të kenë një rrethim afër shtëpisë. Janë pikërisht këto komplekse të cilat po sjellin dhe zhvillim të zonës. Nëse shkon një kompleks i ri i cili të sjell një shumëllojshmëri ofrimesh ose shërbimesh brenda, ty të rrit automatikisht dhe gjithë zonën. Mund të kesh pallate që janë të vjetra apo relativisht të vjetra të po asaj zone që tentojnë të kapin çmimet e këtij kompleksi të ri që sapo është ndërtuar. Shumë e vërtetë. Dhe kjo ka bërë që të mos zhvillohet vetëm një kompleks, po të zhvillohet në tërësi dhe të shpërhapet si rreze në gjithë zhvillimin. Kjo për shembull që edhe ne dhe të gjithë këta persona që na ndjekin podcastin ton, është një shembull që mos marrim shembull që nosha nuk e din pjesa e Deliorgjit. Momentin që Deliorgji pati një zhvillim shumë madh, pjesat përballë Deliorgjit në rastin më të vogël u dyfishuat çmimi. Kështu që ky është një shembull konkret. Po. Po nëse kthejmë një sy te kërkesat e klientët që po blenë me ne. Si ndahet portofoli juaj, me çfarë klientësh punoni më shumë? Kush janë kërkesat që vinë më shumë? Për investim, për banim? Alket mund vazhdo? Jo, vazhdo. Aktualisht ose a keni ju një profilizim ideja? Po. Unë aktualisht kam rreth një vit që kam filluar menaxhoj një projekt rezidencial në Gjirin e Jalës, një projekt unik nga më të bukurit në Shqipëri. Dhe klientelat e ne realisht është të përzgjedhur, ne kemi bërë që në fillimet e projektit kemi zgjedhur të kemi një klientel të përzgjedhur për t'i ofruar pushim real atyre që janë pjesë e rezidencës tonë. Një nga zhvillimet e pjesës së klientelës, duke qenë që Alketi operon shumë pjesën e Tiranës dhe unë u bëra rreth një vit që kam lëviz, thash të shpjegoj pjesën e si është klientela në Bregdet. Po. Unë u bëra fiks vjet në shkurt kemi filluar, pra u bë një vit e një muaj që po punojmë, dhe unë mund të them që tregu i Bregdetit, paktën në Jalë, por në informacionet që unë kam, ndoshta do e prekim dhe një moment tjetër më të dedikuar, është goxha në nivele shumë më të larta se Tirana, interesi. Dhe klientela nuk është klientel shqiptare. Në projektin tonë kemi rreth 25% që janë klientel shqiptarësh që jetojnë në Amerikë, pra diaspora e Amerikës, që është një nga 25% vetëm në Amerikë. Vetëm në Amerikë. Diaspora e Amerikës është një nga tregjet më të forta ekonomike që ka diaspora, pra pjesa e diasporës Amerika është më e forta nga ana ekonomike dhe është e vetmi treg i diasporës që nuk ka investuar për këto 25 vite apo 30 vite në Shqipëri, për shkak se ata kanë pas një treg shumë mirë real estate në Amerikë, ku ne gjithmonë kemi njerëz miq apo kushëri që marrin vila të vjetra ose apartamente i rinovojnë për të rishitur apo për të ndarë për të dhënë me qira.
me këto zhvillimet që ka pas Shqipëria, një nga pikat që mori apo ne na dha shumë input Blersi, ka qenë pjesa e këtij lajmit të investimit strategjik të Kushnerit, është apo s'është strategjik nuk e kam iden, por që ishte një lajm shumë i rëndësishëm për ata që fillon të googullu për Shqipërinë që si ka mundësi që ëndri presidentit që po vinte në detyrë po investon në një vend si Shqipëria ku ne kemi ikur dhe duke parë që pati shumë zhvillim. Pra na dha një dorë Donald Trump, jo? Kjo ka ndikuar, po të them brenda asaj jave mund të kem mbyll 7 dile vetëm në Amerikë. Wow. Po, atë javë ka qenë domethënë një marketing i frikshëm. Një nga Falënderit Donald Trumpit. Make America Great Again. Make Albania Great Again. Ideja është që kjo gjë nuk besoj që ka ndodhur vetëm në Jalë, ka ndodhur në pjesën e gjithë Bregdetit. Por që një pjesë tjetër është shqiptarët e Maqedonisë, janë një treg shumë i fortë ekonomikisht. Shqiptarët në çdo vend teorikisht bëjnë mirë, mundohemi, jemi gjak që e duam familjen, e duam t'i japim më të mirën dhe mundohemi shumë. Një pjesë ka qenë shqiptare, pra kam pas goxha klientelë ndërkombëtare dhe të huaj që nuk kanë asnjë lidhje me Shqipërinë. Kanë besim tuaj të blejnë në Bregdet? Absolutisht po, ne jemi një projekt që kemi bërë regjistrimin e lejës, në momenti që bën regjistrimin, mundsojmë financim bankar pa kolateral, pra japim ca garanci shumë dhaja klientit, sa lehtësime në kushtet e blerjes, që ai është gja shumë safe për të blerë. Por nuk besoj që ndodh vetëm ne, edhe Alketi mund ta shpjegojë, në gjithë Tiranën, tani nuk besoj që ka vite që nuk ka më të tilla probleme, apo pjesa e nëse ata janë të rriskuar ndaj një blerje, Shqipëria është një vend i sigurt si nga ana njerëzore, por edhe nga ana e pronës dhe nga të gjitha krahat, rendi dhe siguria këtu nuk besoj që kemë probleme. Janë probleme të vogla si çdo vend botës. Janë të pyes, nga vin këta klientë ose si gjeni ose po thua po vin nga Amerika, nga Maqedonia, nga gjithë bota. Nga si gjene? Shiko, si çdo projekt apo qoftë çdo agent ne bëjmë sponsorizim apo bëjmë marketimet tona personale, përveç kanaleve tona të influencës, duke qenë që kemi shumë vite që punojmë, ne bëjmë edhe marketimin online që është kemi më pranë klientëve. Po sigurisht që bëhet marketimi dedikuar, sot këto rrjetet sociale, mediat sociale kanë bërë të dedikuar marketingu, ti mund ta zhvillosh në çdo zonë të botës dhe të kapësh targetosh ata njerëz bile me sa diun se janë struktura e marketingut që merret me këtë pjesë. Ndinimin time janë që mund të triggerosh edhe profesionet e tyre. Po, e vërtet. Joni sapo i dha një pyetje, misteri më të madh që kanë shqiptarët, kush i blen këto prona? Ja pra që ekzistojnë dhe njerëzit që i blen këto prona. Alket, po në Tiranë ka thuaj që blen? Kush po e ble Tiranën, Alket? Tiranën po e blen njerëzit që kanë vizion, kanë lek dhe kanë mendje për të investuar, nuk kanë mendje për të mbajtur ato lek në bankë, për t'i lënë aty dhe me mendjen hajtë se po na rriten apo hajtë se po ulen çmimet dhe të investojmë. Tirana është një treg shumë dinamik, ndryshe për shembull nga Bregdeti që ka një teknik tjetër për pjesën e shitjes. Tirana është një vend shumë dinamik dhe lëviz nga dita në ditë. Unë shikoj vitin e fundit ka shumë të shqiptarë që rrinë jashtë që po investojnë në Tiranë. Janë duke investuar për biznese, janë duke investuar për pjesën e ambienteve të bizneseve, janë duke investuar për t'i lënë me qira, janë duke investuar edhe për prona që t'i lënë dhe për t'i shitur në një moment tjetër dhe për të gjeneruar fitim. Po se krahas çmimeve të apartamenteve ose të pronës janë rritur shumë dhe qerat faktikisht. Patjetër. Kanë shkuar paralelisht. Rritja e qeras normalisht do sjellë edhe në rritjen e çmimit të ambienteve apo të pronave. Në vitet e fundit jemi dëshmitar të rritjes qerave të mase shumë, por kjo ka ardhur në raport të drejtë besoj unë dhe me çmimin e pronave që ka Tirana. Nga klientët që kam pas sidomos shtimi në vitin 2024, për mua kanë qenë shumë klient shqiptar që jetojnë në Zvicër, Gjermani, Itali, Greqi, klient me të cilët kam bashkëpunoj dhe vazhdojnë edhe më sjellin referime sepse ndryshe nga më përpara siguria e investimit në Shqipëri është rritur shumë. Dhe duke u rritur siguria, normalisht që njerëzit do e kenë më të lehtë për të investuar, pasi ka qenë gjithmonë kjo frika që çfarë do ndodhi, ajo fluska e famshme që nuk plasi kurrë, por që vazhdon me rritet. Po unë shikoja. Ajo fluska ka qenë 99-ën, a? Po ka qenë 90-ën, ajo do vazhdoj. Unë shikoja edhe u përhap një mas që ore blejmë se do rriten çmimet.
Ishte kjo para 2-3 vitesh paktën në Ishte ajo koha kur po rriteshin kështu çdo. Kur po rriten, hajde blem ose bleve ti, hajde blem dhe unë sikur trisin njëri tjetrin. Kjo është për një kategori të caktuar klientësh, ose më shumë edhe për investime. Se është hap frikshëm edhe ky trendi investimeve. Ke shumë fjalë, vetëm ne që jemi në këtë sektor arrim të kuptojmë që sa njerëz e kanë kthyer real estate në profesion, në punë. Që blejnë, shesin. Ne kemi sjell kulturë për klientët tanë. Normalisht një nga përfitimet më të mëdha që klientët tanë po marrin sot është të kulturohen me tregun imobiliar, të kulturohen me pjesën se si ecin investimet në këtë lloj tregu dhe të kuptojnë se sa e fuqishme është një investim në këtë lloj tregu. Domethënë përpos të gjithave është investimi më i sigurt që mund të bëjë dikush të investojë në pronat paluajtshme. Vetëm kaq mjafton që të gjithë Shiko, mendoj që pjesa e investimeve, po të marrim këto komplekset që përmendëm pak më herët, janë komplekse që fillojnë nga, ku diun, 80.000, 100.000, 200.000, shkojnë deri në 300.000 metër katror ndërtim. Janë komplekse që vetëm koston e arkitekturës e kanë rreth 5-6 milionë euro. Janë projekte që vetëm koston e pagesës taksës shtetit e kanë diku te 8 deri në 10 milionë euro. Pra sigurisht që çdo investitor, sado i fuqishëm financarisht jetë, ka nevojë për disa mini investitor të vegjël, po themi, nga pas, cilët bëjnë një investim kundrejt një fitimi dhe tërthorozi ata kthehen drejt për drejt në investitor për të maksimizuar kapitalin e tyre. Siç tha Alketi, ne kemi shumë vite që punojmë dhe operojmë në pjesën e edukimit të klientëve, pra që klienti ta trajtojë agentin si një konsulent, jo si një agent. Ne nuk jemi agent 007, ne jemi konsulent. Ne jemi konsulent që kundrejt një investimi ne të rikthejmë, nuk e di, 20, 30, 40 apo dhe 100% vlerës, simbas rastit që neve të shpjegojmë, situatës që neve të ofrojmë, ku t'japim dhe vlerat maksimale dhe minimale të cilat ti mund të përfitosh. Koha e ka treguar që nëse nuk ka rritje 20% do ketë rritje 10%, kur nuk ka pas ndalim apo rënje çmimi, dhe nuk mendoj që do ketë asnjëherë këtë një treg kaq dinamik. Mos harrojmë diçka që neve jetojmë rreth 2.3 milion shqiptarë jetojnë në Shqipëri nga censusi i fundit, nga cilët po themi rreth 20-30% janë fëmijë apo 40% fëmijë dhe të moshuar. Nëse i heqim ti 40%, që i bie rreth 1.4 milion shqiptar që janë aktiv në moshë pune, që operojnë për blerje apartamentesh. Por mos harrojmë që ne kemi gati 15 milion shqiptar që jetojnë në diasporë, që kemi diasporën e Greqisë që gati ka nga 600 deri 1 milion, diasporën e Amerikës. Kur flas diasporën, flas për shqiptarët e Maqedonisë, Malizzi, shqiptarët e Shqipërisë, të cilët janë nëpër botë, ku me një rastësisht unë bëra një survey, një tip mbikëqyrje mbi një studim, një studim mbi një sit që shit në Bregdet që mu desh për projektin që unë po punoj, dhe më dilni rreth 7-8.000 njësi, dhe ndërkohë bëra po të njëjtin studim për shqiptarët që jetojnë në Amerikë, rreth 400.000, nga cilët 25% e tyre posedonin mbi $1 milion asete. Dhe ti mendosh sikur këta 100.000 shqiptarë vetëm 10% e tyre të blejnë në Shqipëri, ty të blejnë bregun nga Green Coastit deri në Sarand. Pra të blejnë gjithë njësitë që janë sot në zhvillim e sipër. Mos flasim pastaj që thash 15 milion. Pra tregu shqiptar është ndërkombëtar, nuk është më shqiptar, është i shqiptarëve diasporës, është dhe i tuave. Mos harrojmë që neve si shqiptar kemi një lidhje shumë të fortë me gjakun dhe me shtëpinë, me Shqipërinë. Sa do të pasur bëhemi, nuk ka mos ta kthejmë kohë. Po nuk kishin dalë ai studimi që jemi njerëzit që kemi më shumë banesa për frym. Po, niveli më i lartë i e kemi të rëndësishme këtë. Dhe kjo është në gjithë Europën ne ishim numër 1. Po, shiko, kjo ka dhe disa arsye. Përveç se ne po themi kemi këtë tregun që është i mirë se ardhur këtu që po investon, kemi dhe nevojën që këto prona të japim me qira. Mos harrojmë që sot ke, po themi, një numër shumë të lartë polakësh që po vinë po blenë pjesën e Durrësit, çekësh që po blenë pjesën e Durrësit, ukrainësisht që po vinë në masë shkak dhe lufta, po shiko, ata po vinë po dashurohen me Shqipërinë dhe nuk po kthehen më. Po martohen, pra po kthehet në trend. I kemi martuar gjithë çunat. Dhe ideja është që këta njerëz bëhen rezident të Shqipërisë, pra këto gjë për shumë faktore, përveç pjesës së rivierës bregdetare, zonat malore dhe klima gati 300 ditë diell. Pra kemi ca kushte, ne kemi shumë kushte për t'i thënë çdo investitori hajde në Shqipëri investoj sigurt, sepse këtu është përveç se legu është dhe qetësia dhe siguria. Faktikisht Shqipëria është zbuluar nga tuajt dhe është tamam si një thesar i vogël që është zbuluar dhe tani po lulëzon dhe ne po e ndjejmë këto, paktën ne që punojmë dhe merrem me këtë punë e ndjejmë dita ditës që
po vlerësohet dhe ndonjëherë ne e bëshim me shaka këtë pjesën paktën në zonën e Durrësit nga polakët dhe çekët që është realisht kanë bler frikshëm. Ne thoshim ore u desh të vinin polakët çek të blenin që t'ja dinin vlerën ne që çka kishim. Vetëm një gjë, po ta keni parasysh, hajt po të pyesim ne këtu sa kërkesa keni për hotel, aty kuptohet se si është turizmi në Shqipëri. Po, e vërtet. Është bërë një marketing shumë i frikshëm për pjesën e Shqipërisë në këto paktën këto 2 vitet e fundit. Është bërë vërtet. Si në Amerikë, në Angli, gjithë vendet e Europës, është bërë një marketing i tmerrshëm për pjesën e turizmit dhe kjo ka sjell jo vetëm njerëz që të vinë për të kaluar pushime këtu, por që njerëz që në momentin që vinë dashurohen me këtë vend dhe duan të investojnë në këtë vend. Pjesa që ka pësuar rritje, domethënë pjesa e diasporës shqiptare që kanë bler, kanë fatin që çmimet që ne kemi sot këtu, që ne na duken të larta, për ato duken shumë të ulta. Se janë mësuar me çmimet sepse janë mësuar me çmimet të vendeve ku jetojnë. Mund pata rastin para disa ditësh isha në Zvicër, edhe aty kuptova domethënë që se sa çmime të ulta kemi ne për ato. Ndërkohë që për ne ato duken si çmime jashtëzakonisht shumë të larta dhe për gjithë popullsinë që ne kemi këtu në Shqipëri, domethënë mund të konsiderojnë çmime të mase të larta krahasuar me të ardhurat që kemi. Për njerëzit aty këto çmime që ne kemi dukeshin si çmime qesharake, pasi me një apartament që mund të marrin green cost në Zvicër ai nuk blinde dot një garsoniere. Ndryshe nga që shumë gojdhena që udhëtojnë nëpër Facebook, komentet e ne ka që blejnë në Manhattan apo blejnë në Zyrich. Po mirë. Diçka, ja vetëm një pyetje. Se pas se të vim këtu po lexoja diçka një artikull që thoshte çmimet në jug mund të arrijnë deri në 10.000 euro metri katror apo dhe më lart. Sa realiste është këtë gjë, edhe deri ku mund të shkojë kjo vlerë? Shumë faleminderit për pyetjen, se realisht është një fjalë e dëgjuar shpesh, por unë do ta konkretizoj me disa shembuj. Duhet të na trembësh pak. 15. Jo, do t'ja jap sinkron që ta ndjekim dhe të them dhe unë ku mendoj se do jetë, po besoj që do i qellojmë. Pjesa e Bregdetit shqiptar, po flasim nga Velipoja, ne kemi shtrirje shumë gjerë deri në Sarand. Nëse konkretizojmë vetëm për pjesën e jugut, pjesa e jugut është zona më luksoze e Shqipërisë dhe është sigurisht dhe në pjesën e çmimit do jetë dhe zona më e shtrenjtë për shumë gjëra që ofron. Duke u krahasuar me vendet e rajonit, ne jemi akoma siç sa Alketi, jemi në çmime qesharake. Dhe jo duke u krahasuar as me Zvicrën, as me Anglinë, as me Italinë, po vetëm duke u krahasuar me një konkurrent thonjza tonë drejt për drejt, siç është Malizi. Në prill unë çova projektin e Jalës në një panajir ndërkombëtar të real estate-it që zhvillohej në Prag dhe ngjitur me ne ishin dhe stendat e Malizi, që ishin 2 projekte super elitare ande, që ishte Porto Montenegro dhe Lustica Bay. Këto 2 projekte, në ditën e fundit të projektit, duke mbledhur këto materialet që kishin për t'i marrë mbrapsh, 2 nga këto vajzat më afrohen edhe duke bërë muhabet si jeni, Shqipëria shumë e bukur, ku e bëni këtë projektin? Tha mua në Jalë, i thashun në Jalë, Jala është e mrekullueshme, thash shumë e bukur. Kishin informacion, a? I thashun po nga një fjalën ti thashun. Po tha unë kam punuar në një kompani shqiptare që mos ja përmend emrin, që ka ndërtuar në Palac, kam bërë konsulencë në vitet 2015-2016, duke qenë që ne kemi shumë vite që merrem me rezidenca turistike pjesën e Malit Zi. Tha, u mor konsulencë nga ne për efekt çmimi etj. Këto politikat që normalisht një kompani e re që ndërton një zonë pa një eksperiencë më pashme, do marri një konsulencë të jashtme të ca të tjerë që e kanë shkel para nesh të rrugë. Dhe tha, unë e kam ditë që Shqipëria ka shumë potencial, tha se unë besoj që do vazhdoj të ezi shumë më shumë e kështu, duke bërë muhabet, tha me çfarë çmimi jeni ju? Edhe i thashëm çmimi për metër katror, edhe filloi të qeshte. Thashëm mos qeshje, thash se aty janë dhe hyrjet e mëdha, shkojnë X lekë. Tha, aty ju shtu e qeshur. Tha tamam ju shtu e qeshur dhe më tha, mos shiko, tha. Ti thua janë shtrenjtë me X çmim, ato ishin, do ta them pastaj. Ato ishin 14.500 euro metri katror në Porto Montenegro. 15 tash ombos. 14.000 do kenë arrit aq tani. 14.500 euro metri katror, un kam dhe listën e çmimeve të atyre të prillit 2024, 14.500 euro. Në Malzi, jo? Në Porto Montenegro, po në Budva dhe 12.000 euro metri katror në Lustica Bay dhe 17.000 euro Golf Villa. 17 Golf Villa, po. Është e projektuar fiks për target grup të caktuar. Tani, duke marrë konsiderat që Malizi është një vend 3 herë më i vogël se ne shtrirë gjeografike dhe një 2 herë gjys në popullsi, edhe 2 herë gjys më pak i bukur se sa. Dhe duke mos pas edhe më shumë, ndoshta bravo, duhet theksu ishte fiks. Dhe ne jemi me çmime 3-4 herë më poshtë atyre. Qoftë dhe po të jemi 2 herë, prapë jemi poshtë.
Kështu që të gjitha gjasat janë duke parë dhe projekte reja në jug që janë të përfunduara, ne e dimë që çmimet sot janë barën diku te 5-6 euro metri katror në projekte të përfunduara. Gjasat janë që brenda vitit 2030 me zhvillimin dhe projekte reja, me shtimin e infrastrukturës, me hapin aktualisht është bërë miratimi i fondit limit për miratimin e një projekti që do bëj rrugën lidhëse Palas Sarand në kanal Çukës, do jetë një rrugë drejt, pra jo rruga tradicionale, që do kaloj rruga që ka nis nga Palasa ndërmi, do vazhdoj drejt, me zhvillimin e rrugës që u bë deri në City Park, vazhdimi i saj që bën anashkalimin e Durrësit, Kavajës dhe del në Rogozhin, po themi që do preket jugu për 1 orë 20 minuta, them që do jemi në Palas. Dhe në gjitha këto faktorë, aeroporti i Vlorës 2026, besoj që çmimi këtu, unë jam i bindur dhe klientëve që kanë blerë në projektin tonë, unë ja u kam thënë që çmimi në momentin e dorëzimit të Chelsea dhe ne për 2 vite e gjys, do jetë mbi 6.000 euro metri dhe brenda 2030-s unë parashikoj që do jetë 8 deri në 10.000 euro metri. 10.000 euro metri, pra do preket kjo shifër dhe këto. Shumë shpejt. Unë them 8 deri në 10.000, nuk mund ta them fiks, ruaj pak atë pjesën e surprizës, por që jam i bindur që në vitin 2030 çmimet do jenë mbi 8.000 euro metri katror. Flas vetëm për pjesën e jugut, pjesën elitare, atë jemi të qartë. E kuptoj, dhe kjo do ishte hera parë që të paktën në Shqipëri preket çmimi me 5 shifra për metër katror të një banese. Pas këtë punë Tiranë. Në fakt në Tiranë çfarë do bëhet? Me informacionin që un kam është prekur çmimi me 5 shifra. 10.000 euro metri. Është një nga kullat që po ndërtohet në Tiranë, ka dalë në çmim jo publik që nuk ka nisur akoma, në një çmim jo publik që nuk ka dalë akoma, por që çmimi i shitjes aty është 10.000 euro për metër katror. Dhe unë besoj të paktën që keni mbrapa ju nga Juko, por kemi ecur para ne. Unë besoj që shumë shpejt, sidomos pjesa e kullave të reja në Tiranë, duke qenë dhe pjesën e lokacionit që kanë shumë afër qendrës edhe pjesën e përdorimit për biznes, rritja e kërkesës nga bizneset tuaja të cilat po kërkojnë të marrin ambientet relativisht shumë të mëdha në për këto kulla, ka quar që çmimi i shitjes në këto kulla, sot që flasim, të paktën të flas për zonën qendrore, ka shkuar në nivele 5-6.000 euro metri katror. Në pjesën e Shesh Skënderbej, po, është sigurt që ka shkuar. Edhe duke qenë se jemi në këto lloj nivele, shumë besoj se shumë shpejt edhe Tirana do flasim, po të bëjmë një analogji të paktën të 5 viteve të fundit, kemi nis këtë podcast me sa kanë qenë çmimet kur keni nis ti. Nëse në 2020 kanë qenë 1.300, sot kemi arritur nivele 3.000 për 5 vite, bëjnë një llogarit të thjesht, dalim që pas 5 viteve tjera do jemi nivele 6.000 euro një çmim normal i një apartamenti. Por që kjo relativisht ka ardhur dhe me një rritje të ardhurave të personave që jetojnë këtu, jo vetëm nga biznesi, por edhe rrogat. Jemi koshient që vetëm vitin e kaluar janë rritur rrogat, ashtu si për administratën edhe për pjesën e privatit. Dhe normalisht gjithë këto rritje do çojnë në rritje të inflacionit, do çojnë në rritje të kostës së ndërtimit, do çojnë në rritje të infrastrukturës së zhvillimit të vendit dhe normalisht do çojnë edhe në rritje të çmimeve. Nuk na pëlqen ta themi, por duhet ta pranojmë. Për ta pasuar pak alketin. Edhe jo do thotë do rriten çmimet. Duhet marr parasysh dhe për pjesën e Tiranës, se kam 7 vite karrierë në Tiranë dhe duhet ta përmend që është e vërtetë ajo që thotë, duhet marr parasysh që këto projekte që thotë paktën nëse është ai që ka dhe një hotel ndërkombëtar. Po. Që fillojnë dhomat nga 500.000 euro nata, sigurisht që kushdo që do blej apartament aty dhe në dhënien me qira nëse do e bëj, do jetë me kostë shumë të lartë dhe teorikisht flasim për ato shifra. Madje është edhe një kuriozitet, më fal se ta ndërpreva, është një kuriozitet i bukur që ata aty dalin garant që do bëhet kthimi i investimit do jetë 8 deri në 10 vite. Do më flasim për vlerën e plot apartamentit. Për vlerën e plot të apartamentit. Nga momenti i nisjes banimit deri në 8 deri në 10 vite bëhet kthimi i plot i vlerës së investimit. Marr shkas nga shumë ne duam ta fusim Shqipërinë në zorën e Europë, po neve vetë nuk pranojmë që të kemi çmimet e Europës. Nëse ne marrim konsiderat 3-4 qytete, po themi kot Roma, Londra, Milano, flasim vlera 20-25.000 nëpër zonat nëpër Piazza Duomo etj. Nga 20 deri 25.000, po nuk është vetëm vlera e blerjes, po nuk shet njëri. Kjo është më e rëndësishme që nuk gjen prona. Mos krahasojmë me ato se jemi shumë larg, edhe pse duam të jemi shumë afër.
po të krahasojmë me një vend si Polonia, ku çmimet në zonën qendrore të Varshavës shkojnë nga 8.000 deri në 10.000 euro metri. Pra janë njëjtat nivele me ne dhe janë ca vende që 280 ditë ka shi, 30 ditë ka breshër, 2 ditë ka borë dhe një 5 ditë diell. Pra duke marrë në konsiderat gjitha këto faktorë, mendoj që çmimi në Tiranë nuk do ketë ndalur, jo të gjithë do jenë pjesë e qendrës. Nëse në vitet 90 aq pallate kishte Tirana, fillote në qendër mbrojtë Istenishi, ose rruga Kavajës mbrojtë Istenishi. Sot rruga Kavajës ka shku deri në Kavaj. Pra duke marrë konsiderat gjitha këto, po të shohësh pallatet e Kozënverit ishin gjitha në pjazë në zonat qendrore, por me shtimin e madh dëmsinë e popullsisë, sigurisht që jo të gjithë do mund të jetojnë në qendër, se edhe në Milano nuk jetojnë dot të gjithë në qendër. Dhe në Rom nuk jetojnë, pra janë qytetet ndërkombëtare janë me 4 deri në 8 zona ku çmimi varion duke ulur sipas zonës me distancë. Sigurisht kjo gjë është normale që ndodhet në Tiranë. Pse prindët e mi kanë lind te sheshi Skënderbej, nuk është e thënë që brezi i dytë atyre nuk ka avancuar në të ardhura, duhet patjetër të jetojë po prapë te sheshi Skënderbej, kur mund dali 5, 6 apo 10 kilometra më poshtë, ku janë bërë projekte rezidenciale që ofrojnë kushte shumë të mira banese. Unë besoj se ne jemi duke i afruar edhe futjes në BE, edhe futja në BE për Shqipërinë do jetë një faktor temase shumë i rëndësishëm për rritjen e çmimeve. Rast për këtë është rasti i Rumanisë, ku vetëm me futje në BE patëm një rritje nga 70 deri në 90% të çmimeve për metër katror. Duke do e kapim me Madridin deri. Unë kam përshtypjen që ne dam një orientim shumë të mirë që si parashikohet tregu dhe realisht të gjithë klientët tanë që duan të besojnë një blerje me ne, duan të bëjnë një investim, ta bëjnë, mos të kenë ato dyshimet e veta ose pikpyetjet që kanë në kokë. Po unë kam përshtypjen që dua të bëjmë një mbyllje duke i dhënë një këshill edhe kolegëve tanë që e bëjnë këtë punë. Unë do doja shumë që këtë gjë që ne shikojmë dhe këtë gjë që ne perceptojmë ke tregu, të arrijmë ndoshta të edukojmë edhe ato kolegë të tjerë që e bëjnë. Ajo që tha Joni është shumë e bukur, që ta ore ne nuk kemi agent. Këshilltar, ne jemi këshilltar, ne jemi profesionistë. Fakti që ne dalim këtu, sepse kam përshtypjen do kemi atë syun kritik, ç'është ky çmim 10.000 euro, ç'është ky çmim 15.000 euro, po ne që japim këto çmime nuk flasim kot. Kemi investuar 8 vite, 6 vite. Nuk i themi se duam ne themi atë që po ndodh duke qenë që kemi informacion e parë. Fiks. Nëse kthehemi, ç'a këshille do jepni ju kolegëve tuaj? Unë kam disa këshilla shumë që besoj që do doja që të mi kishin thënë, megjithëse disa mi kanë thënë, disa jo. Kjo punë bëhet vetëm me integritet. Nëse nuk ke integritet, atëherë nuk jeni për këtë punë. Duhet të punosh me profesionalizëm, duhet të trajnohesh çdo ditë. Duhet që fokusin ta vendosësh tek klienti, jo tek prona. Duhet të fokusohesh tek njeriu dhe jo tek prona. Kjo është moto jo, njerëzit e prona. Pikërisht. Jo më kot. Por që vetëm duke u fokusuar tek klienti do arrini që të merrni referime mbrapsht, do arrini që të krijoni një vizion për të ardhmen tuaj në formë të tillë që atë punë që ju bëni sot të mos jetë një punë e mbaruar, por të jetë një punë që do rikthehet dhe do ju vitë tek ju me fitime në të ardhmen. Bravo. Unë do sugjeroja e para punës që atë që tha Alketi për pjesën e besimit është shumë e rëndësishme. Kur unë kam filluar punën, ne jetonim me i tre ku ti nuk kërkoje dot certifikatën e pronësisë për të bërë kontratën, sepse klienti thoshte po m'vjedh shtëpinë. Domethënë ishte një gjë absurde dhe një gjë abuzive me ty në momentin që ti thoje çfarë po thot ky. Domethënë ca gjëra por realisht i mirë kuptonin sepse ishin gjëra që kishin ndodhur. Ne jetojmë në Shqipëri. Dhe një nga pikat më kryesore që duhet jetë besimi. Besimi tek puna që bën, ta bësh me ndershmëri, me pastërti, sepse investimi tek klienti është më i rëndësishëm afatgjat se sa 2 lekë sot. Nëse të jepet mundësia që të shesësh një pronë që ti nuk e mendon që i shkon kërkesës atij klientit, duhet ta parandalojmë për ta bërë më mirë në një hap tjetër, por beso që nga ai klient do të vinë 10, 15 apo 20 referime, pra shumë më mirë ndershmëria, pra ti kur mos ofro një pronë që nuk do e blije vetë. Pra vi shkëpucët e atij klientit që ke përballë, që ti të bësh zgjedhjen e dur në rastin se ti realisht do të bëhesh konsulent. Nëse ti do të mbjetosh të punë do të jesh konsulent, jo agent siç ne e quajmë veten. Kjo është një nga pikat kryesore, duhet besosh shumë te vetja. Besimi te vetja është shumë i rëndësishëm për të arritur gjitha objektivat që ti ke brenda vetes tënde. Secili nga ne ka objektivat tona, rëndësi ka që ne të bëjmë mirë dhe të përmbushim secili objektivat tona. Vërtet. Dëshmëria mbi gjitha. Po, është realisht është kryesor një treg
shumë dinamik, po dhe me problemet më hershme, duhet jemi shumë të çiltër te ajo që ne ofrojmë. Okej, nuk kishte fjalë më të bukur se për ta mbyllur me këtë episod të parë. Duhet jeni ndershëm o njerëz. Shumë faleminderit që na ndoqët. Mos harroni të na ndiqni në episodet e tjera. Bëni follow faqen tonë të Instagramit dhe TikTokut dhe shumë faleminderit dhe të ftuarve Alketit dhe Jonit. Dhe gjithashtu Exhit dhe jam i sigurt që do të kemi një sezon fantastik. Shumë faleminderit dhe shihemi në episodet e tjera.